industria. Ora News zhvilloi një bisedë me CEO-n e Sigal Insurance Group, zotin Avli Ponari, në lidhje me pensionet private dhe përfitimet e tyre. Investimi në pension privat përveç pensionit dinjitoz 5 vjet më herët nga mosha ligjore e daljes në pension, kombinimit në Sigal me produkte të sigurimit të jetës dhe të shëndetit, sjell të tjera përfitime të menjëhershme. Qofse investon nga paga, atëherë ti e përjashton deri në 4.800.000 lekë në vit i përjashton nga taksa. Përfitues këtu janë edhe kompanitë. Dhe kompanin është përfituese sepse do t'i ulet shumë e kontributit tek sigurimet. Pra është një zgjidhje shumë e rëndësishme dhe që i krijon mundësi shumë të mira çdo njeri që ka dëshirë. Duke patur një pension privat, ti ke shumë garanci. Dhe ajo që është themelore është që pensioni privat nuk humbet kurrë. Është i trashëgueshëm. Është i trashëgueshëm. Investimi në pensione private përligjet edhe nga transparenca e garancia e suksesit. Çdo njeri ka llogarinë e tij, e ka se sa shtohet, sa është vlera në çdo kohë, çdo muaj mund ta shikojë vlerën e tyre. Me zotin Ponari biseda u ndale dhe te mundësia e aktivizimit të shtyllës së dytë të pensioneve. Nëse sot paguhet 25% sigurime shoqërore, atëherë shteti thot 2% do t'i çosh tek pensionet private, ky 2% që ti paguan tek sistemi pensioneve private, pensioni del shumë më lart se sa ky që ke paguar 25%. Fal këtij modelin, Maqedoninë e Veriut fal shtyllës së dytë të pensioneve, fondet private menaxhojnë rreth 6 deri në 7 miliardë euro. Çdo vit ka pas sugjerime nga Banka Botërore, nga Banka Europiane, nga Banka e Shqipërisë, të gjitha bankat, sepse ajo çfarë bën? S'bën asgjë tjetër përse krijon fonde, krijon pensione të larta. 38 milion euro është vlera e aseteve neto që menaxhon sot fondi i pensioneve Sigal në tregun shqiptar.